Francezi François Guizi ka thyer rekordin për biçikletën më të shpejt duke arritur shpejtësinë prej 333 km/h. Guizi theu rekordin e mëparshëm të vendosur nga vet ai, duke arritur shpejtësi fluturimi në juglindje të Francës në Le Castellier. Shpejtësim prej 333 km/h, Guizi e arriti për vetëm 4.8 sekonda, pasi kishte përshkuar 250 metrat e parë të rrugës. Bicikleta e krijuar nga një mik i tij arriti shpejtësinë marramendëse pasi ishte vendosur një bombole vogël me peroksid hidrogjeni. Ajo ishte aq e shpejtë sa që la në hije dhe Ferrarin, që arriti shpejtësinë prej 100 km/h në vetëm 4 sekonda. Edhe pse arriti rekordin e ri, Guizi ka në plan edhe një tjetër garë të rrezikshme. Sipas tij, nëse ai siguron sponsor serioz, atëherë do të krijojë një biçikletë edhe më të fuqishme, duke synuar të kalojë shpejtësinë prej 400 km/h në më pak se 2 sekonda.